këtë naracion që keni kriju, e që është në vetvete, do më thënës, se keni përcjellë spaku me votim kundër formal në KQZ. Zoti Baqenovci, a mendon që inimon, mos ta quaj naracionit, po inimon shpëtimit të Kosovës, qëndrimin ndaj listës sërbe kundër vetëm në KQZ. E kuptoj, për shembull ka raste prej Batasunës në Republikën e Spanjës, 2002-2008, ku qeveria ka inicu e gjykata kushtetuese ka ndalu ato të grupi terrorist ETA. Njëjtë me Partinë Komuniste 56 në Gjermani. Ka pas një tentativ AFD-n me nalë në Gjermani, po është tërhek nga gjykata kushtetuese sepse s'ka pas fakte të mjaftueshme mu ndjek ajo, dhe pse ligji 51 për partitë politike bazik në Gjermani ja jep të drejtën qeverisë të inicoj, organeve ekzekutive të inicojnë ndalesën ban në këtë aspekt. Këto raste të ndryshme edhe për partinë fashiste kanë në kushtetut të ndaluar në Itali. Dhe natyrisht kjo vjen në pikpyetje, a e keni jo vetëm në naracion elektoral në kampanjë për 28-in, po cili është qëndrimi vetëvendosjes real ndaj listës sërbe. Në qoftë se s'keni mujt me mshel listën sërbe për 5 vjetë, respektivisht 4, se një vjetë e një vetëm në ushtrim detyre. Çka duke supozuar, tazim, që në rastin që fiton vetëvendosja qeverinë ardhshme, a do të ndalet vish një herë 4 vjetë ku të vjen puna certifikimit, apo do të merrni masa konkrete në bashkëpunim me organet, se prokuroria është ka e ndjek këtë parti politike, përfaqësuesit e kësaj partie politike. Përfaqësuesit e kësaj partie politike, Rado Qiqin dhe të tjerë. Nuk janë përfaqësues. Ata i kanë shkarku edhe kanë bërë kryesi të i gash, mashtrim u zbot. Kështu. Se që e thojnë, dëshmeria vohet, a manipulon, a të vërtet. Jo, zoti Gashi. Unë e kum lexuar këtë akuzën ndaj Rado Qiqit. Asnjë njeri që është sot zyrtar në listën sërbe nuk është një përfshim në këtë akuzë. Zoti Gashi se ke lexuar këtë akuzën po. Ani çka më bëu tash milion listën sërbe mos më dënua. Ta këti mu mësë mbet. Po ti pse po mbet mu? As prokuror, as deputet, as ministër. Zoti Gashi po spekulon. Po ti mirë bol ti lem spekuloj, po spekuloj. Jo, s'po me spekulu se nuk lejohet me spekulu. Kjo studio nuk lejon spekulimin. Po ti këtu nuk ja po shet me kohë kjo studio qashtu. Ti e lejon edhe ndalon spekulimin dhe ti e përcaktues si arbitri këtu. Jo Alin Matoshi. E qartë pra. Ku spekulon? Edhe as ti e po ti ki prerogativat, ky si ka. As nuk ka pronarit vërtetës. Jo, pronarit vërtetës, këtu s'kemi pronarit vërtetës. Entuziazmi. Ka u illu. Jo, se unë e kolle. Jo, ti u kthe. E hu për argumentin. Edhe njerë. E hu për argumentin. Edhe njerë. E hu për argumentin. Kjo ishte Halil Baqenovci apo del që bashkëbisedojmë. Halil, tash ta lejojmë këto se edhe njerë. Hapat që si keni ndërmarrë si qeveri. Në relacion... Që tash do të si keni ndërmarrë. Tash pe planojnë ato që ta dashu. Halil, prit Salil tani... Let bomi pa konsistent. Me mefin e ka. Urdhro. Jo, unë refuzoj me diskutu shto. Jo, vjen keq kështu. Po s'muj kështu me diskutu. Nëse ka më të Jo, vazhdo. Jo, s'vazhdoj. Vazhdoj, refuzoj me refuzoj.